Një ngjarje e rëndë ka ndodhur shumë pranë kishës së Laçit. Një konflikt banal pranë vendit të shenjtë ka lënë 5 persona të plagosur, mes tyre dhe një grua që kishte dalë si çdo ditë për të siguruar që ndarka duke shitur qiring për besimtarët që i drejtoheshin kishës. Por pas ditën e sotme, ju rrezikua jeta, kur 2 mjete ishin duke ngjitur rrugën e kishës, ironikisht shumë pranë spitalit të qytetit. Djemtë e plagosur dhe autori, i identifikuar si K. Kamberi, janë konfliktuar me njëri tjetrin një natë më parë. Sot, të rinjtë e plagosur kanë shkuar për të konfliktuar sërish me të, duke marrë me vete dhe përforcues grushti. Por në momentin që ka parë personat me të cilët ishte zënë një natë më parë, autori ka nxjerrë armën dhe i ka qelluar. Në momentin që dy palët kanë zbritur nga mjetet dhe ka nisur konfliktin fizik, shitësia ka ndërhyrë për t'i ndarë. Në këtë moment, autori ka nxjerrë armën e zjarrit dhe plumbat nuk e kanë kursyer as atë. Njëri nga plumbat ka marrë në këmbë Angelina Gjezajn, e cila fatmirësisht është jashtë rrezikut për jetën. Por e njëjta gjë nuk mund të thuhet për të rinjtë e tjerë. Amaril Dëndoj, Liridon Ismaili, Daniel Gjeloshi dhe Geri Bitri janë sjellë me urgjencë në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku 2 prej tyre janë në gjendje kritike për jetën. Ndërkohë që në zonë po kërkohet për autorin Blu Telezhës, kanë gjetur në Balltre një makinë duke u shkëmbuar nga flakët.